Shkojmë në pyetjen tjetër, hoxh, ne shohim ditëve të xhumas në kohën e namazit para xhumas kur imami i xhamisë është duke u ligjëruar në hutbe, të njerëzit nuk e dëgjojnë fare imamin sepse flasin mes vete ose diskutojnë atë që thot imami në hutbe ose pyesin njëri tjetrin për çështje të ndryshme. A është e lejuar kjo sipas dispozitave islame apo nuk ka gjë të keqe në të, duke pasur parasysh se shumë nga ata që prezantojnë në hutbe e pra xhumas nuk mund t'i dëgjojnë këshillat e imamit që i shpreh në hutbe. Spari kisha me potencu se kë është një dukuri negative e cila e shohme në për xhamia tona ditëve të xumas, posaçërisht kur imami është në hutbe, dhe shkak i kësaj është janë dy. E para, ignoranca. Shumë njeriu i cili vjen në xhami në xumë më fal, nuk e din këtë punë, nuk kanë dëgjuar për këtë hadith, nuk kanë dëgjuar që nuk është e lejueshme me fol në xhami ditën e xumas kur është imami në hutbe. Edhe shohim në xhami njerëzit flasin në mes veti. Tregojnë sa çka ka ndodhur brenda ditës apo më herët. Është diçka shumë normale për ta. Problemi i parë është kthehet ku burimin e ka të ignorancë. E dyta është se hoxhallarët ndoshta e neglizhojnë, nuk i kushtojnë rëndësi kësaj çështje. Kurse kjo është shumë e rëndësishme. Pse? Sepse mos fjalëve të pejgamberit që do të përmeni tash, e shohemi se personi i cili në ditën e xumas, kur imami është në hutbe, flet, ai vetë ka humbur shpërblimin e xumos. Ai konsiderohet sikurse me pas fal drekën, jo xumon. Konsiderohet sikur me pas fal drekën, jo xumon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë në një hadith: "Idha qulta li sahibika yawm al-jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawta." Thonë nëse ti thu shokut tënd në ditën e xumas, hesht kur ai flet, edhe kur imami është hutbe, thot dije se ti veç e hupesh shpërblimin. Me një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kafa lagwan an taqula ansit idha kharaja al-imamu fi al-jum'ah. Thot mjafton që ti ke bo, domethënë ke fol diçka të kot, e ke humb shpërblimin e xumos kur i thu dikujt hesht kur në momentin kur imami është hutbe, është në xumë. Thot me një hadith tjetër: "Wa man laga wa takhatta riqab an-nas kanat lahu dhuhra." Man laga kush fol kur imami është hutbe, apo i kalon njerëzit, do të thonë është në fund xhamis, do më dal në fillim. Ka dikush do më dal në fillim xhamis kur imami është në hutbe. Thot këta dy grupe njerëzve e kanë fol drekën xhumos, kanë fol ta. Thonë shpërblimi i tyre është shpërblimi i drekës, jo shpërblimi i xhumos. Këta e kanë kryer obligimin, e kanë fol xhumon, mi po në realitet shpërblimin e xhumos që fiton se kanë fitu. Pse? Se i kanë bo dy të këqija në këtë moment. Dy sene ndalume. Një ka fol kur imami ka qenë hutbe, apo e dyta i ka përsy njerëz ka desh me dal në fillim diku tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith tjetër, kur një prej sahabive ka hyrë në xhami pe tyre ibn Mesudi, i ka fol një sahabi tjetër, një shoku tjetër. Ai ka qenë Ubej ibn Kab. Ubej ibn Kab si ka fol hiç, ka hesht. Një herë ka pyet, prap. Dy herë prap. Për edhe ka shtrëmu ftyrën pak, në shenjë çkafit që rri mos fol optan. Sepse nuk ka guxum i thon atij hesht. Sepse fjala e jote hesht, ndaj dikujt që flet, edhe ti hub xhuman, jo vetëm ai, po edhe ti hub. Atë çka mos e ka kry pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hutben edhe namazin, ky ibn Mesudi ka thon Ubejt, këtij shoku tjetër. Ka thon çfarë ishte puna jote kështu, që unë të folsh aty ti s'më përgjigje. Pa mos më ke dhënë diçka, mos ka puna jote. Ka thon jo, mirë po, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndalu, edhe te ke humb shpërblimin, ti nuk ke xhumo, sepse ke fol kur imami ka qenë hutbe. Ibn Mesudi ka shku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka pyet, ka thonë Resulullah, është e vërtet kjo çka po thot Ubej? Pejgamberi ka thonë po, e ka thonë të vërtetin Ubej. E ka thonë të vërtetën Ubej. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith, edhe me këtë po përfundoj këtë çështje, thot: "Yahduru al-jum'ati thalatha nafarin." Në ditën e xumës 3 kategoritë njerëzve prezantojnë xumën. 3 kategoritë njerëzve prezantojnë xumën.
Fa rajulun hadaraha yalghu. Thot një grup i njerëzve, cilët vinë, po flasin. Thot fa dhalika hadhuhu minha. Thot ky nuk ka fitu kur gjë prej shpërblimit gjumos, veç se qatë fjallë që kur e ka humbë në realitet, shpërblimit e gjumos. Fitimi ti, sevapi i tina, është zero. Wa rajulun hadaraha bi duain, fa huwa rajulun da'a Allaha. In sha'a atahu wa in sha'a manahu. Thot njeri i cili ka prezentu për një lutje veç. E ka lutë Allah zëll për një çështje të vete, ka ardhur në xhumë për me lutë Allah zëll për një çështje të vete. Thot Allah nëse do një jep, nëse do një nal. Edhe një njeri i cili hadara bi insatin wa suqutin, një njeri i cili ka ardhur me qetësi edhe me heshtje, ka ardhur në xhumë edhe nuk i flet as kujt tjetër hiç. Wa lam yatakhatta raqabatan lil muslimin, wa lam yu'dha ahadan, edhe nuk e kalon kërkon në për sofa, në për radh. Edhe nuk e dëmton kërkon ditën e xhumë. Ka për njerëz që vinë ditën e xhumë edhe ka përsejnë për sofa edhe i shtyn tjerë. Nuk kanë kujdesshëm hiç me kërku leje, me ka përsy sofën apo me dal përpara apo mi prek para se me ka përsy që më liru pak rrugën. Po hej sikur se më kon me në rrugë, me në trotuar të lirë dikon. A pse e dëmton dikon me këmbën e tij, kur e prek dikon tjetër, nuk i intereson fare hiç. Thot personi i cili vjen kësaj, i cili është i kujdesshëm, nuk e dëmton kërkon, nuk e kalon kërkon, është i heshtur, nuk i flet as kujt. Thot fa hiya kafaratun ila jum'ati allati taliha. Thot tina, kjo xhumë për të është pastrimi i gjinave deri në xhumën tjetër. Wa ziyadatu 3 ayam, edhe shtim i 3 ditëve tjera. Allah thot në Kur'an, man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha. Ai i cili vjen me një të mirë, atij shumëfishohet ajo sikurse me 10 mira tjera. Allahu xhal ja shumëfishon ato me 10 të mira. Për këtë shkak, ata që vinë ditën e xhumë, duhet me pas kujdes. Në momenti që ti flet kur imami është në hutbe, dije që i ke humb shpërblimin e xhumos. Ti në realitet i ke fal drekën, nuk i ke fal xhumon. Atëherë je i kujdesshëm që s'e flet dikush mos ju përgjigj, mos e kthe përgjigjen fare hiç. Mos i thuj hesht, mos i thuj mos fal. Pse? Sepse përveç ti edhe ti së bashku me ta i ke humb shpërblimin e xhumos.